Gjatë sezonit veror është shtuar fluksi automjeteve në komunikacion, e bashkë me të edhe rreziku për aksidente rrugore. Sipas statistikave të policisë, rreth 70% e aksidenteve me dëme materiale dhe lëndime të lehta ndodhin në rrugët lokale dhe zonat e banuara, ndërsa aksidentet më të rënda kryesisht ndodhin në rrugët nacionale dhe rajonale jashtë vendbanimeve. Nëse marrim statistikat e aksidenteve rrugore gjatë sezonit verore, edhe gjatë gjithë sezonës, pra prej fillimit vitit deri me tani, të aksidentet me dëme materiale dhe lëndime të lehta trupore, më së shumë të aksidente pra ndodhin në qytete dhe apo fshatra lokale, ndërsa aksidentet tjera që janë më të rënda ndodhin jashtë vendbanimit, domethënë në rrugë nacionale dhe rrugë rajonale. Sipas statistikave që i kemi, rreth 70% të aksidenteve ndodhin në rrugë lokale, ndërsa rreth 30% të aksidenteve ndodhin në rrugë jashtë vendbanimit. Komandanti Saçia thotë se fluksi i madh gjatë verës mund të ndikojë në rritjen e numrit të aksidenteve, sidomos ato të shkaktuara nga shpejtësia e madhe mbeten shqetësuese. Duke marrë parasysh fluksin e madh të pjesëmarrësve në trafikun rrugor gjatë sezonës verore, është normale nëse ndodhin më shumë aksidente. Mirë po, nuk është normale nëse ndodhin aksidente me lëndime të rënda apo me pasoja fatale për shkak të shpejtësisë së shfrenuar të drejtuesve të mjeteve motorike. Nuk guxon më ndodh në qytet apo në vend banim një drejtues i mjetit me zhvillu shpejtësi 100 km edhe më tepër, edhe me shkaktu rrezik edhe vetvetes edhe me shkaktu të tjerëve. Ndër shkaktarët kryesor të aksidenteve të rënda, ai veçon mungesën e kulturës në trafik, drejtimin e automjetit në ndikimin e alkoolit dhe substancave narkotike. Ku jemi te faktori njeri, ka shumë, domethënë arsye pse këta persona papërgjegjshëm shkaktojnë aksidentet me lëndime të rënda trupore, sidomos në qytet, ku në fundit këtu kem mungesë kulturës në trafikun rrugor, kem mungesë kulturës familje. Problemi tjetër të këta janë edhe mosvetëdijsimi, përdorimi i alkoolit, përdorimi i narkotikëve dhe ka shumë drejtues mjeteve të cilët përdorin automjetin me smundje akute. Në fund, policia e trafikut rrugor apelon për kujdes dhe përgjegjësi më të madhe nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Zyrtarët policor, sipas Saçis, janë të angazhuar çdo ditë në terren dhe do të vazhdojnë me masa të rrepta ndaj të gjithë atyre që shkelin rregullat e trafikut.